shembull praktik, po? Të një çifti që ka të ardhura mujore 2.000 euro në muaj të dy së bashku. Dhe është rasti familje mesatare? Një familje mesatare, se dhe paga 1.000 euro në muaj është një pagë mesatare për ditët e sotme. Për dy lindë intelektual që e kanë fillu, e kanë ka 5-6 vjetë përvoj. Po, kjo është, këto janë nivellet e pagave. Dhe kemi bërë një ndarje si pas formulës 50-30-20%. 50% shkojnë për nevoja, shpenzimet domosdoshme, të cilat janë qera 500 euro, ushqim 300 euro, fatura, drita, ujë, internet 150 euro dhe transport 50 euro. Dhe në total këto shpenzimet e domosdoshme shkojnë 1.000 euro. Do me thënë që këtu zbriten 1.000 euro nga pagat e të dyve 2.000 euro. Tani, janë dëshirat që i kemi llogaritur me 30%, shpenzime personale, dalje, restorant 200 euro, shopping, veshje 200 euro për 2 persona gjithmonë, argëtim, hobi, udhëtime 200 euro të tjera dhe shkojnë në total 600 euro në muaj. Por janë mendoj se janë për një çift që dëshiron të kursej, patjetër që janë okay. Kurse kursim për të ardhmen, e kemi llogaritur 20% 400 euro. Do me thënë gjithmonë nga pagat 2.000 euro, një 400 euro në muaj. Po kjo 400 euro në muaj në fund të vitit është 5.000 euro. Në fund të 5 viteve është 25.000 euro. Dhe që këtu neve arrim të bëjmë gati 20% që banka kërkon për të blerë një shtëpi që ta heqim, ta eliminojmë që ran 500 euro dhe të paguajmë kredin ton që në fund të pas 20 vitesh shtëpia ngelet e jona. Prap me kursimet? Me kursime, patjetër. Kursimet interesante. Pa kursime asnjëherë nuk investon dot. Juve keni prekur një element mjaft interesant me mënyrën se si i keni ndarë shpenzimet. Pak a shumë futemi te koncepti evropian i shtresës mesme. Kjo është formula që sugjeroj se shpjegoj. Këto janë formulat e vendeve perëndimore gjithmonë. Çfarë është stresa e mesme në Evropë? Formula që stresat e mesme këtu ndoshta edhe nuk i dinë, edhe nuk e dinë. Nuk i din. Çfarë është stresa e mesme në Evropë? Përveç shpenzimeve që janë detyrueshme, në Evropë ti je stres e mesme, do të thotë të paktën 3 herë në muaj të dalësh me familjen për drek, për darkë. E kemi llogaritur 200 euro dalje në restorant. Të paktën 2 herë në muaj të presësh njerëz në shtëpi, por edhe të kesh mundësi që ti gostitesh. Edhe qoftë edhe ti mbash edhe për drek. Do të thënë të mbash një standard jetese. Shtresa e mesme në Evropë është një familje e cila në apartamentin e saj i ka qetë gjithë komoditetet, qetë gjithë pajisjet elektroshtëpiake. Mos i mungoj asgjë. Po kjo ka të bëjë gjithmonë me atë që tham paraprakisht që ne jemi një vend që vim nga një histori shumë e varfër. Shtresa e mesme në Europë ka edhe pasuritë e trashëguara, kanë shumë vite që funksionon ekonomia e tregut dhe patjetër dhe pasuritë e tyre. Pastaj edhe të pasurit e elektroshtëpiakeve nuk është aq luks sa është në Shqipëri, për shkak të çmimeve. Po nëse do të krahasojmë në raport me Evropën lindore, prapë jemi shumë mbrapa. Jemi shumë brapa Polonisë, Hungarisë, Bullgarisë, Rumanisë, Polonia ka qenë në ato vendet europiane që ju ka dhënë një shuplak shumë të mirë vendeve më të vjetra europiane për ekonominë në 10 vitet e fundit. Në vitin 91, ne nuk kishim në dallim shumë të madh me Rumaninë. Në krahasim me vendet e tjera lindore. Po ku është Rumania sot? Ose nëse do të referohemi vitit 1981 dhe 1984, Shqipëria ka patur 2 herë ftesë për të bërë anëtare e Bashkimit Evropian me kusht për ndryshuar regjimin. Kanë qenë 4 vende të cilët kanë marrë ftesë. Greqia, Spanja, Portugalia dhe Shqipëria. Nga këto 4 vende, Shqipëria ishte më mirë se Portugalia. Spanja dhe Greqia ishin më mirë se Shqipëria. Nuk lëvizte shumë nga Portugalia, të ardhurat i kishte 20 ose 30 dollar më shumë se Portugalia. 81. Ku është Portugalia sot? Portugalia dilte nga një regjim diktatorial. Po kaluan pak te pjesa e menaxhimit shtetëror të vendeve. Portugalia dilte nga një regjim diktatorial dhe më i ashpër se regjimi i Enver Hoxhës. E la atë mënyrë drejtimit të vendit. Pati një periudhë tranzicione. Bën shumë të vështirë të pasur sistemi pastaj edhe rutina. Dhe kemi ai sistem ne na bëri që të mos e kishim konceptin e paras. Por ai sistem na futi në një qorsokak të gabuar në lidhje me punën. Qartë. Sepse ai sistem na thoshte do punoni, ndërtojmë socializmin dhe rrogat ishin minimale. Çfarë ndodhi në 91-shin?
Për shkak të mënyrës se si u trajtuam në atë regjim, ne thamë që na duhet puna, na duhet paraja. Po në fakt nuk është ashtu. Duhet puna. Paraja vjen me punë. Nëse ne mund të marrim edhe shumë familje që janë në punë, kanë një punë shumë të mirë, paguen shumë mirë dhe prapë në fund të muajit ata e gjen veten pa lek. Sepse bëjnë atë gabimin, pastaj presioni social, rrjetet sociale të tjera. A mund ta diskutojmë pas publicitetit, ju lutem, shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak.